Adoleshenti shqiptar Adri Mehmeti vazhdon të lërë gjurmën e tij në MLS dhe në natën e të shtunës, futbollisti 17 vjeçar ka dhënë provën e radhës në ndeshjen që New York Red Bulls kanë luajtur në fushën e Inter Miamit. Mehmeti, si zakonisht titular, zhvilloi një ndeshje të mirë në mesfush, por u bë protagonisti mirëfillt i kësaj sfide në minutën e 77 të saj, kur pas një goditje dënimi, u tregua jaftë që të çonte topin në rrjet, për të barazuar shifrat në 2-2. Ky ishte goli i parë në MLS për djaloshin shqiptar, i cili ka lënë përfaqësueset e moshave kuqezi dhe për momentin përfaqëson SBA-n. Një gol i cili la të shtangur edhe Lionel Messin, pasi për të dytën ndeshje radhazi, Inter Miami nuk ja doli që t'i gëzojë fitores së parë në stadiumin e ri, pasi disa ditë më parë, atë kënaqësi ja hoqi edhe Austini i Myrto Uzunit.